Garat e skijimit në të gjitha vendet kanë filluar sipas parashikimeve në vendet përkatëse ku edhe ka kushte për zhvillimin e tyre, por në Maqedoninë e Veriut, shkaku i mungesës së borës, garat zyrtare akoma nuk kanë filluar, edhe pse nga Federata e Skijimit kanë përgatitur plan programin e garave për sezonin 2026. Por fatmirësisht bora e cila po bie ditëve të fundit jep shpresë se me përgatitje adekuate mund edhe të realizohen të gjitha garat që janë në program gjatë këtij sezoni dimëror. Nënkryetari i Federatës së Skijimit të Maqedonisë së Veriut, Jusuf Abduli, për televizionin Koha, tha se do të fillojnë me procesin e organizimit të garave. Aktivitetet ende nuk kanë fillu, me thonë arsye që janë kushtet klimatike të borës, ju gjithë e dini se mungesa e borës e bonit vetën, kështu që aktivitetet janë shti, planifikimet tona edhe si Federatë e Skijimit, janë që me fillimin e qendrave të skijimit, fillojmë edhe me procesin e organizimit të garave për fëmijë, po edhe për seniorët, kështu që sa për informacion, ne sot ishim kodër diellit ku borë ka mjaftueshëm dhe qendra e skijimit bën përgatitjet e duhura ku më kapni për fjalën ndoshta brenda 10 ditëve do filloj edhe zyrtarisht punoj, kështu që edhe kjo na mundson që ne si Federatë e Skijimit i qasim më seriozisht kësaj. Në njëron nga qendrat dimërore në Kodrën e Diellit, sipas nënkryetarit Abduli, parashihen të organizohen diku 4 gara për grup moshat e reja. Në bazë plan programit të Komitetit Alpik të Federatës të Skijimit, në Kodrën e Diellit janë të parapamen diku 4 gara për fëmijë nga grup moshat prej U8 deri në U16, dhe një garë ndërkombëtare e cila është me karakter ndërkombëtar për fisë garë për grup moshat U14 dhe U16. Njëkohësisht është e parapame që të organizohet edhe një garë republikane me karakter ndërkombëtar, po varësisht edhe prej kushteve atmosferike, a do na mbaj sezona ajo do vendoset në vazhdim. Sa i përket garës ndërkombëtare që tradicionalisht mbahet në shtigjet e skijimit në Kodrën e Diellit, Kupa e Sharrit është në programin e Federatës së Skijimit, por çdo gjë do të varet nga sasia e borës dhe kushtet atmosferike. Jo rastisht thash se varet edhe prej kushteve atmosferike, prej sasisë së borë, me thonë gara me karakter ndërkombëtare, cila është edhe republikane. Në momentin kur ajo garë organizohet në Kodrën e Diellit, i takon dhe meriton quhet Kupa e Sharrit. Kështu që ne presim të kemi kushte më të mira dhe në rast se do kemi kushte më të mira, sigurisht se do mundohemi të japim maksimumin që ajo kupë të organizohet në Kodrën e Diellit. Sa i përket aktiviteteve aktuale në Kodrën e Diellit, me punë kanë filluar shkollat e skijimit. Sa i përket pjesëmarrjes së garuesve tanë në lojrat olimpike dimërore, kësaj radhe, sipas të gjitha gjasave, Maqedonia e Veriut do të përfaqësohet vetëm me një garues, edhe pse në garat ndërkombëtare aktualisht përfaqësohen 3 skiatorë dhe 1 skiatore.